Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë komunikim për mediat nga shtëpia e futbollit. Sot jemi me dy lojtarë të kombëtarës shqiptare, Kristian Aslani dhe Ndim Bajrami, të cilët do t'i përgjigjen pyetjeve të gazetarëve. Fillojmë me pyetjet për Aslanin. Përshëndetje, Kristi se Atlari, Panorama Sport. Kristian, këtë verë do shkosh me Interin për botrorin e klubeve në Amerikë. Sa besim ke që do shkosh dhe vitin tjetër me kombëtaren për botrorin e vërtet? Tani jemi këtu, do flasim për kombëtaren. Fillojnë këto kualifikueset për botrorin edhe kemi një grup shumë të vështirë e dim, por tani po stërvitemi dhe jemi gati për ndeshjen e parë. Këtë vit keni luajtur 2 herë kundra skuadrave angleze, Cityt dhe Arsenalit. Cili është ato kanë një rit të çmendur, siç e dim, por cili është sekreti për t'i ndalur? Ata janë një skuadër shumë e fortë, një skuadër fizike, shumë teknike, se lojtarët atyre i njohim shumë mirë. Besoj se du të shkojmë aty dhe nuk mendojmë shumë, trymë me shpirt me zemër edhe mos vëjmë aty si turist, se gjithmonë ku hymë fushë, hymë përfitore. E dim kjo është e vështirë, po siç thash, do punojmë këto 2-3 ditë dhe do shkojmë aty me shumë shpirt. Në Itali flitet shumë që Interi mund të fitojnë triplet. Do fali ndonjë kupë që të kualifikohej kombëtarja në botëror? Nuk e di, më mirë t'i fitojmë gjitha, të shkojmë dhe në botror me Shqiprinë dhe të fitoj ato 3-4 kupa me Intri. Një pyetje të fundit kam, në syrin tuaj, ku ndryshon Inzaghi nga Silvinho? Jo, janë 2 trajnerë të fortë sigurisht, se kanë qenë dhe të 2 futbollista, din ta marrin mirë grupin, edhe nuk ka shumë diferencë, janë 2 trajnera të fortë edhe jam i kënaqur dhe i lumtur që i kam të 2. Enrico Gaba, Euronews Albania. Aslani, përshëndetje. Nuk e di sa ndjenjeni ose le të themi e keni parë që jeni një ndër emrat më të lakuar duke parë skuadrën që luani, ose le të themi ka shumë pritshmëri për ju personalisht. Çfarë do të presim nga Anglia, nga Aslani, pa parë pjesën tjetër të skuadrës? Jo, nuk e di çfarë prisni unë Aslani, këto nuk e di. Këto janë llafe gazetare, unë mendoj për ekipin, nuk jam këtu për të luajtur vetëm për veten time, nuk më intereson vetja ime. Këtu jemi një grup, jemi një skuadër, sidomos kombëtarja, du të luajmë gjithë së bashku edhe siç thash, tani kemi një ndeshje të vështirë, po punojmë këto ditë, dje erdhëm, kemi edhe 2 ditë tjera për të punuar edhe fokus është ajo ndeshja. E keni parë mes fushën kundërshtare, çfarë kualiteti ka, çfarë opinioni keni mbi të, domethënë se sa e konkurrueshme mund të jetë ajo? Faleminderit. Mes fushë anglisë është shumë e fortë, po gjithë skuadra e anglisë është e fortë, siç thash, do shkojmë atje, do jetë ndeshje shumë e vështirë, e dim, besoj se da kenë ata gati 70-80% topin, edhe do të rrim si ekip me shpirt, me zemër, siç kemi luajtur, edhe të shohim pastaj çfarë do ndodhin. Kristian, përshëndetje. Në këto 2 vite ka patur shumë herë ku Shqipëria ka thyer ato tabut, ka marrë fitoret e parë ndaj kundërshtarëve, ndaj Anglisë kemi vetëm humbje, mendon se ndoshta edhe po t'i shkëpusim një barazim do vi, edhe nëse është vetë barazim, do jeni të kënaqur? Ndeshja fillon 0-0, nuk i dihet, gjithë thonë që Anglia do fitojnë, po Anglia niset sa herë favorite, besoj me gjitha ekipet, por do shkojmë aty, do punojmë dhe po marrim një pikë, besoj se do jetë shumë mirë, po siç thash, ku hyet në fushë hyet përfitore. Kristian, nëse mund na tregosh diçka, nëse e ke biseduar këtë ndeshje me shokët e tu të Interit, nëse mund na ndash diçka për ndeshjen e Shqipërisë me Anglinë. Po, janë tallur gjithë, kanë thonë do merrni 6-7 gole dhe do ikni në shtëpi. Mirëdita Kristian, Ervin Baku, Radio Tirana. Ti e the mirë, ndeshja fillon 0-0, po, e vërtetësh. 4 vite më parë, 45 minutat e para përfunduan 5-0 për Anglinë. E keni përgatitur një skenar që ta frenoni, pra mirë tjetë që mos pësoni dhe me kalimin e kohës ti bëni ato të dyshonja. Do tjetë kjo, mendon një strategjie e duhur? Po normale, kjo ndodh futboll, unë nuk isha akoma në kombëtare ku umën 5-0, po e dija që në pjesë parë doli 5-0 rezultati, dhe nuk do ndodhin kjo gjë, siç thash, ne do të hyjmë fushë në minuta e parë, edhe të luftojmë, se e dim se ata do na sulmojnë fort, se kanë lojtarë shumë të shpejt, edhe do të luajmë siç kemi luajtur ndeshjet para Europianit.
Si e gjete atmosferën në grumbullimin e parë të kombëtares në këtë fushat shumë të rëndësishme për eliminatorët e kampionatit botëror? Jo, shumë mirë. Jemi stërvitur vetëm dje mirë, sot mjesu stërvit e mirë, edhe ka shumë harmoni, skuadra është fokusuar se tani fillojnë gjërat vërteta, gjithë do të shkojmë në botëror, do jetë shumë e vështirë, po si thash, tani kemi një ndeshje shumë të vështirë, shumë të vështirë, e dini dhe ju, edhe da shohim. Përshëndetje, Sabina Metere të Sport, së pari suksesi për këto dy sfida të rëndësishme. E para është në Wembley të Anglisë, aty ku e kemi mbështetjen e tifozëve pasi janë shitur gjitha biletat në sektorin përkatës në mbështetje të kombëtares shqiptare. E keni ju Aslani një thirrje për tifozët për të qenë të pranishëm edhe në sfidën e dytë që ne kemi në shtëpi në arenën kombëtare, që është gjithashtu njësoj e rëndësishme për të qenë prezent, ashtu siç kanë mbushur stadiumet edhe në sfida të tjera, po njësoj të rëndësishme. Faleminderit. Po, sigurisht, i presim tifozat se na duhen. Unë i falimderoj akoma tifozat që kanë ardhur në Europian, se gjithëm kanë folur për këto gjë dhe shokët e skuadrës, edhe shpresojmë të na vinë sa më shumë tifoza dhe këtu ndeshje me Andorrën se kemi nevojë.